Do t'i bëj shkurt pak, si një biografi të shkurt. 2014-ën, pas lëndimit xhurit dhe pas mos kthimit për të luajtur basketboll apo ta vendos të bëhem trajner. E kam marrë disa gjenerata në Maqedoni, mos se kam fituar të gjitha gjeneratat kampionatet në Maqedoni dhe jam largu për një kohë në Izrael. Edhe tash 2 vite në Izrael, viti i tretë kam shkuar në Gjorgjin, Dinamo Tbilisi, kam qenë trajner për 2 vite trajneri vitit me Meshkuj, dhe pastaj më ka ardhur oferta prej në Izrael. Në Izrael kam qenë te Elitsu Ramle, ekipi me historinë më të madhe në atë vend, ekipi që ka fituar edhe Eurokupin, ekip me buxhet që ne vetëm mund ta marrim parasysh, e jo ta kemi ndonjëherë. Kisha pas shef këtu, bile edhe Meshkujt kanë si buxhete, jo femrat. Tregova, e ceka 2 vite, 7 finale kam luajtur, kam bërë një rezultat si trajner, sa ekip ka qenë gjithashtu pretendent për titull. Po, ka qenë eksperiencë shumë e mirë dhe eksperiencë e mirë për CV-n time si trajner. Po drejtën ta them, unë gjithmonë kam shku nga ajo që dua të jem trajneri i Meshkujve, për shkak se nga vetë fizionomia, nga vetë mentaliteti i Ballkanit, që ne jemi pak më taf, më agresiv, më sen, ndoshta edhe është pak më vështirë të jesh trajneri i femrave, por nuk e di, me kam arrit qëllimin, ndoshta duke u plak, duke u zbutë, duke bën ndryshime në karrierë, në karakter, më ka bën mundshme që të jem më i suksesshëm.